Energjia e rinovueshme, panelet fotovoltaike, terma të rinj, po jo dhe aq të rinj, sidomos sa i përket fushës së biznesit, e cila duket se në vendin tonë është një fushë që i ka përqafuar këtë lloj energjie të re të rinovueshme, por më tepër flasim me CEO-n e kompanisë Euroelektra, Elton Çakrezi. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi në ftesa të tilla për fushën e energjisë diellore. Ju flisni me pasion për këtë fushë dhe është edhe fusha ku ju keni vendosur që të ndërmerrni hapat tuaj në biznes. Pse zgjodhët këtë fushë, panelet fotovoltaike? Mbas pothuajse një dekadë në Itali, kur unë vendosa të rikthesha në Shqipëri, ishte pikërisht sapo kishte filluar fotovoltaiku dhe atje ishte ishte diçka shumë e bukur dhe inovative dhe në vitet e hershme 2010 ishte diçka e paprekshme për fotovoltaikët, sepse sapo kishte filluar prodhimi në masë i kësaj teknologjie në Europë dhe në Amerikë dhe kostot e prodhimit ishte shumë të larta dhe në ato vite shteti subvenciononte që të kthehej, pra të kishte një kthim investimi. Dhe teknologjia fotovoltaike ishte diçka fantashkencë në atë kohë. Dhe unë e kam ndjekur me pasion, pavarësisht se Shqipëri ishte shumë herë se s'kishte akoma ligje. Dhe ligji i parë u bë në 2015, pastaj në 2017 filloi që të implementoheshin impjantet e para. Pse zgjodha pikërisht këtë, ishte e vetmi arsye ka qenë sepse duke qenë se ne merrem me distribuimin e materialeve elektrike, rishitjen e markave elektrike brenda kryesore të tregut, nëse mund të përmend Schneider, Vimar dhe markat e tjera, dhe ndryshe nga një zgjidhje teknologjike, ofrimi një produkti për të ndërtuar ose për të bërë një apartament smart home ose një objekt teknologjik, ti praktikisht do importoje një produkt, do shkoje ke klienti, do të implementoje këtë, do t'ja lehtësoje punën, do t'i bëje një punë mirë, do t'i jep një zgjidhje teknologjike dhe do kisha atë fitimin e kompanisë dhe kaq mbyllej cikli, nuk është se bëje diçka më tepër. Ndryshe nga sistemet elektrike apo sistemet teknologjike, fotovoltaikët t'jep dhe kënaqësi ndryshe, sepse ti jo vetëm që sjell teknologji, jo vetëm që jep zgjidhje për vendin, ti importon produkte, sepse ne nuk prodhojmë gjë, po ndryshe nga importi i materialeve elektrike dhe ti eksporton kur i blen këto materialet, pra nxjerr fluksin e paras jashtë, fotovoltaikët sikurse e nxjerr dhe ti e sjell produktin, ti e implementon në treg ku ai vetë prodhon në Shqipëri. Pra, kthehet në një prodhues, qoftë një qelizë, qoftë një panel, qoftë një impjant i madh, t'jep një benefit, t'jep një kënaqësi ndryshe, sepse jo vetëm shet një produkt, jo vetëm instalon një impjant, por prodhon për vendin. Pra ti prodhon nga natyra. Rrezatimin diellor, ti e kthen në të ardhura për individin dhe për vendin. Ndryshe nga çelësa priza që i konsumojmë dhe i përdorim në përditshmëri. Dhe kjo është një gjë që po themi shkon përtej përfitimin ekonomik, pra është edhe një lloj kënaqësie personale, duke qenë se është edhe ndikimi në mjedis, edhe e gjithë kjo qasja green apo qasja eko që ka filluar të përqafohet edhe. Ishte vetëm produkt që më jep, pra është produkti që më jep më shumë kënaqësi, pra ndryshe nga po themi kanë dalë makinat elektrike. Okej, shumë mirë, do kursejmë, do jetë mirë, po fund fare nga një mall konsumi, pra do konsumohet, do riciklohet, do hidhet. Kurse dhe solari, por solari në aq kohë sa është në punë, prodhon të ardhura. Pra ti bën një investim jo thjesht për kursim, por për të prodhuar. Dhe kjo është ajo pasioni pse mua ka ndjekur vazhdimisht dhe gjithmonë kam qenë kërkim të sjell më të mirën.